Në kuadër të zbatimit të strategjisë së policimit në bashkësi dhe të udhëhequr nga inteligjenca, Policia Sektoriale nga stacioni policor në Prizren të Hënën ka zhvilluar ligjërat vetëdijsuese për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të ulët në rajonin e Prizrenit, me fokus në masat e sigurisë dhe parandalimin e keqpërdorimit të internetit. Aktiviteti është udhëhequr nga rreshtiri në gjatë Morina me qëllim informimin e nxënësve mbi rreziqet online, dukuritë negative dhe pasojat që mund të shkaktojnë përdorimi pa kontrolluar i internetit. Në këto ligjërata kanë marrë pjesë edhe psikologët e shkollave, të cilët kanë kontribuar në diskutime me nxënësit. Sipas njoftimit të gjatë kësaj dite, ligjërata është mbajtur edhe në shkollën fillore të mesme të ulët Planjane në fshatin Planjan të Prizrenit, ku janë shpërndar edhe broshura informuese me titull Mbrojtja e fëmijëve nga rreziqet e lojrave online. Policia njofton se aktiviteti do të zhvillohet edhe në shkollat e tjera të rajonit me synim për fshirje sa më të gjerë të nxënësve dhe rritjen vetëdijsuese për sigurinë digjitale. Policia e Kosovës thekson se mbetet e përkushtuar në promovimin e sigurisë publike dhe edukimin e prindërve të rinj për një kulturë më të lartë shoqërore dhe digjitale. Ndërto me prodhime vendore.